shqiptare me në krye rektorin e parë dhe themeluesin e Universitetit të Tetovës, profesor Dr. Fadil Sulejmani, që në fillet e tij Universiteti i Tetovës u konceptua si universitet publik në gjuhën shqipe, si institucion gjithëpërfshirës dhe faktor emancipimi arsimor dhe shoqëror. Ky vizion u vënë në sprovë gjatë 10 vjeçarit të parë të ekzistencës së tij, përkatësisht përfshirë vitet 94 deri 2004, një periudhë ku u të funksionoi pa njohje ligjore nga shteti, por me ligjërata të rregullta, programe studimi, staf akademik të përkushtuar dhe mijëra student të regjistruar. Ishte periudhë që u shoqërua nga presioni institucional, ndalimi formal i veprimtarisë, nga ndërhyrjet, nga përplasjet, por edhe nga një qendresë fortë akademike dhe qytetare. Në këtë rrugtim të vështirë, Universiteti i Tetovës ka sakrificën e tij më të lartë. Të dashur të pranishëm, Abdulselam Memini është dëshmori i Universitetit të Tetovës dhe arsimit shqip në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili kontriboi për mbrojtjen e të drejtës së arsimit dhe dinjitetin akademik. Emri i tij mbetet i gdhendur përgjithmonë në historinë e këtij institucioni si simbol i guximit, të sakrificës dhe përkushtimit ndaj dijes. Në këtë 10 vjeçar të parë të vështirë, Universiteti i Tetovës u shndrua në simbol të së drejtës për arsim në gjuhën amtare, duke dëshmuar se dija mund të mbijeton edhe përtej kornizave formale ligjore, pra si një akt i rezistencës morale dhe intelektuale.